Edison, një tjetër person është arrestuar në kuadër të operacionit të SPAK të zhvilluar këtë të shtunë në Vlorë ku godit grupi i Ines Hajrullës. Cili ishte reagimi juaj kundrejt kësaj situate? Sigurisht që prokuria e posaçme këtë të shtunë ka goditur një grup të fuqishëm sa i takon edhe krimeve të rënda të ndodhura ndër vite, por edhe të reflektuar ditët e sotme. Bëhet fjalë për grupin e Ines Hajrullës, i cili është një grup i nisur prej një tjetër, më themi antari të fuqishëm të zonës së Vlorës, Edison Hariza, ose të njohur si Edison Faqetjeguri, dhe më pas e trashëguar nga Ines Hajrulla, një grup për të cilën kishte në fokus të saj vrasjet me pagesë, por edhe trafikun e lëndëve narkotike. Sipas të raportimeve në media, u arrestua një efektiv në Vlorë dhe një ish punonjës policie në Zvicër. Të dy këto të dyshuar si antarë të grupit kriminal të Hajrullës. Çfarë mund na thoni për aksionin? Cili ishte fokusi i aksionit të sotëm mes SPAK dhe forcave Renea? Po, në fakt është e vërtetë, ashtu siç në çdo grup kriminal ku ka të tillë veprime në kuadër të këtij organizate, mund të them kriminale, ishin dy punonjës policie, njëri ish punonjës dhe tjetri aktualisht punonjës në drejtorinë vendore të policisë të Kukësit. Bëhet fjalë për Rezart Kuçin, për të cilën policia thotë dhe hetimet e prokurisë posaçme treguan se përveç shpërdorimit të detyrës, ata akuzohen edhe për trafik të lëndëve narkotike, për shkak se ka dyshime se kanë vepruar së bashku edhe me punonjësin tjetër të ndaluar në Zvicër, ish punonjës policie, dhe së bashku me grupin e fjalë kanë vepruar në dhënien apo në marrjen informacioneve të ndryshme të cilat i shërbenin grupit kriminal për trafikun e lëndëve narkotike, por jo vetëm kaq, por ato jepnin dhe merrnin informacione të klasifikuara sa i takon goditjes së rivalëve të Ines Hajrullës, pra në dhënien e informacioneve, në dhënien dhe ndërhyrje në sistemin tim apo në dhënien të tjera të informacioneve të klasifikuara për të cilën grupi kriminal i përdorte pikërisht për të dhënë në jetë planin e tyre të ekzekutimit të kundërshtarëve të mundshëm të cilët ishin futur në tregtinë e drogës apo atyre kundërshtarëve për të cilën ishin bërë pengesë sa i takon këtij aktivitetit paligjshëm.